këtu pranë me janë dy këngëtarë shumë të famshëm, po që dytë janë të famshëm për zhanre të ndryshme të muzikës. Hip-hop edhe, çfarë zhanri kënaqë? Qysh dush. Rregull, këta janë fitues. Me rëndësi Inat Mitrovicës. Dytë, wow, Mitrovica! Rregull, dytë jeni fitues, do të thotë në zhurma show, njëri në Best Hip Hop, ndërsa njëri në True Story. Do të thotë një çmim i ri që është dhënë, por një çmim që ka vlera shumë të mëdha. Po fillojmë pak sa me synojnë, me qenë se një cik shumë më herët Kresha, po jo është një këngëtar që ne jemi rrit me zanin e ti. Privilegj me që ndru në krahun e majtë në Sarashit edhe më koni intervistum, kështu si veç vazhdo. Rregull. Synoj na thuaj pak fjalë për të organizimin, për çmimin dhe për gjithë ata që janë pranë ekranit. Mu po vjen mirë që kam qenë sonte i pranishëm në këtë zhurma show, edhe më ka pëlqyer një sen se çdo sen ka qenë real. Që më kalon shumë për shtypje, se unë e mas 13 vite po vi në shtetin tim, Kosovën, edhe jam shumë i lumtur që kanë fillu të sene shumë reale, se deri tash ka pas shumë lëshime, po inshallah që të shkon si sonte që ka qenë. Shpresojmë dhe ne. Po vjen mirë. Kresha? Unë jam shumë i lumtur, mas pari, shfrytëzoj rastin më falenderoj për çmimin, për këtë. Qa vlen me përmend është që nuk janë lënë onash as njerëzit që kanë kontribu me të vërtetë për muzikën, nuk janë lënë onash as artistat e vërtetë dhe më mërmenja që edhe me për taktimin e disa çmimeve ekstra që janë konë për disa artistë shumë të meritum, si që në rastin e Sunajt, ajo ka një krenari ekstra, dhe më thonë një krenari shtesë për gjithë artistët që janë konë pjesëmarrës edhe kanë mujtë me konë pjesë shumë të çmimeve cilat janë da gjithashtu edhe për këzaj edhe gjentën për çmimin final që e ka fitu me në që videoklipi saj është në farë të themi revolucion i videoklipeve tona për shkak se gjenta ka përdor shumë eksplicizëm në videoklipin edhe shumë u cenzuru për shkak të eksplicizmit në videoklip, po tash jemi real pse me këshyr videospotin e Ciarës apo Lady Gagës apo Beyoncé se mos me këshyr spotin e Gentës. Pajtona plotësisht me cenzurimin e kohës kur janë fëmijët jashtë shkollës e ato, po megjithatë nëse ka një program që lëshon muzikë adulte, do të më ditë që videoklipet do të më editua, do të më konë gjithmonë në përputhje me muzikën, me artin edhe me drejtat e çdo artisti. Rregull, urime për çmimet edhe çka kishit me thonë që për këto çmime që u dhanë dhe që synoj na tregoj, po Kresha pajtosh me këto çmime që u jep, mendon që janë konkret aferë? Po, nuk kam asnjë ankesë, asnjë dyshim, mendoj që çdo sa nuk ka nivel, edhe mendoj që Mikpritja, qyteti i Gilanit, e ka vërtetu që është qytet shumë artistik edhe arti jeton edhe në qytetin e Gjilanit, që jeton edhe në përkit Kosovën. Në rregull, thash një pyetje tjetër, dytë prej Mitrovicës, edhe që jeni nisët në Gjilan me qenë se njihet Gjilani e Mitrovica pak sa që përputhen me mentalitet dhe me mendje, po kur keni me bot diçka ju dytë bashkë, ndaj këngë? Për shembull. Të marrë fjallin në pjavi gjithë. Me Sunajin me bashkëpunu mas pari, po du me thonë është një ondër, për çdo këngëtar jo për mu, po Sunaj është një ikonë e muzikës, shqiptare qoftë muzikës të letë, qoftë muzikës popullore, qoftë muzikës arktuse edhe vajtuse, është një këngëtar që ka përcjell shumë breza të ri dhe shkurtër shqip, unë jem rritë të tingujt e violinës të Sunaj Sarashit. Menoj që së shpejti kena me realizu një farë bashkëpunimi që ka me konë jashtëzakonshëm, po nuk kena munal me qaj se edhe djali Sunajit dhe i Verës Seveni është një talent jashtëzakonshëm edhe shumë shpresoj që në të ardhmen kena me mujtë më mburë i gjithë qyteti Mitrovicës, po edhe këtë Kosovartë në përgjithësi është gjithë shqiptarë kudo që ndodhëm me talentin e tij, pasi që unë shpresoj shumë që ai ka dy fishin e talentit prindëve të tij.
Edhe unë bajtohem me fjalët e tua. Sunojnë, s'pelojna me komentu këtë. Jo, kuptohet. Vesh mirë, ja ka nis pak me rast si shumë shit këtu jashtu që përmbyllim intervistën më shpejt. Synajme pak fjalë na thuaj çysh e ndisët edhe për të shikuesit tu, për adhuruesit tu, një përshëndetje. Unë sonte jam një shumë mirë. Kam pas një farë ndjenje jashtëzakonshme. Edhe mas festivalit shumë mirë për një vetën tash. Edhe inshallah më rëzot që të bashkëpunon e gjithë. Ziko shumë është ka i jep popullit Kosovës. Edhe përshëndes edhe Zikun, TV Zikun, juve. Edhe inshallah veç që të punoni. Se na Mitrovicalit kemë që veç kvalitet. Edhe gjithë e arrini qëllimet, ha? Shua? Ja, është e vërtet. Fakt, për shumë dhe njerëzit që nuk e dinin që zimet e para profesionale në Kosovë në bo, në Mitrovic tenis për sheva gjenjerë, për cilën e dojme dhe kemë respekt madhë për to. Kjo qa për krahët? Kjo është, ja, po është e vërtet, pa marrë parasysh, në kam respekt për kitë kolegë, për kitë miqtë e mi, në kitë treva shqiptare ku dhe që ndodhen, që është edhe Kosovën lindore edhe në Amerikën e largët, po qa vlenë mu për menë është që arti nuk një kufi, arti është një sen që neve na ekspozën si njerëzit rëndësishëm edhe na do të me punu më shumë rëndësin matë madhe për me mujtë me jau jepat privilegjin fonsave të unë që me mujtë me pas një ndjesi matë mirë edhe matë madhe në atë konceptin konktar, relacionin konktar me publik, me fans, dhe më thonë. Rregull, edhe njerë urime për çmimin dhe miru takofshim në intervist, edhe inshallah intervista e radhës me këta dy ka më konë atër ku kene me bo duetin. Edhe inshallah ka me konë Mitrovicën e bashkume. Inshallah. Edhe inshallah me shish ose bereqet ashtë. Intervista me bereqet. Ja, intervista me bereqet. Kam ditë se ti ke një të dashur o shpirt, unë gjithmon ty të kam dashuru. Prita këtë natë, vitet të tëra, me thënë se m'ke mundur. Këndova këndën, të ndeoj zëmër, të kuptosh se shumë të du. Njeher ta puta dorë, e të mbetet kënë nga dëshmitari jonë. Njeher pa ta fat, me ta puta dorë, e të mbetet kënë nga dëshmitari jonë. Pas tjetër që ty zemër s'të meriton, tash me shoqet e tua ti pori. Unë nga një skaj, mesazh të qova, të shpreha dashuri. E i fort u bëra, nga zemra nxora, atë që djeja për ty. Mesazhin ta qova, ty në telefon, kthema veti zemër, shpirti po të don. Mesazhin ta qova,